Moment, pas i Ilir Meta ka dalë në konferencë shtypi, del Fevzi një problem shumë i madh. Dolën dhe gjithë materialet që kisha bërë gati unë jashtë loje. Nuk është dolën jashtë loje. Të gjitha. Por ti shptove, prap, sepse jenë minutën e parë të emisionit. Ndërkaq që media shqiptare nuk ka shptuar. Pse? Përse? Sepse ne, media, do me thënë që është në hallin e vetë të madh. Ne jemi në një hall shumë të madh Fevzi, po ritëm do të jap. Jo, vetëm fokusohemi ke Meta. Që ta kuptosh dhe ti mirë dhe unë, që ne jetojmë në një vend ku ata politikanë që kemi nuk janë njerëz të showbizit. Po, që shkojnë në për restorante dhe bëjnë. Shkojnë në për restorante, jo, mund të shkojnë ata, të marrin dhe verë të gjitha. Por media duhet të marrë vendime të rëndësishme. Pas 26 vjetësh është një kohë në Shqipëri që media shqiptare duhet të marrë. Do ta prek mbrapa këtë çështje sepse në fakt është e pashëmbull. Nuk kam parë dy politikanë të rëndësishëm shkojnë në për restorante të marrin vendime politike. Po do merrem mbrapa. Po. Është një prolog ky Fevzi. Është shumë e tmerrshme që ti të ushqesh dhe të gënjesh njerëzit, të manipulosh njerëzit për 24 orë rresht. Peshku, kjo u fut këtu, i ri këtu, mori këtë verë, bëri këtë. Çfarë rrezoi tash ti? Jo tani është shkretë kundërta. Ka qenë një takim pas një ftese të Edi Ramës, sipas meje. Pas një ftese të Edi Ramës, publike, Ilir Meta ka vajtë pastaj edhe në një restorant ku duke marrë këta në bashkisë. Ai e ka ftuar duket aty për të ngrënë që ka bërë dhe veprën e Markatos Peshkut edhe të Pazarit Ri. E ka ftuar aty, ka ngrënë një darkë gjithmonë me ide që ka patur ai. Edhe shishe dhe verë si qëndrimet politike, vendimet politike, serioziteti nga media. Këtu serioziteti jemi tek Meta. Çfarë ndodhi me Metën? Mund të ma thuash? Nuk e ke në agjendën e emisionit të gjithë, dakord. Unë po të... Jo, do kthejmë te media mbrapa, do kthejmë mbrapa. Po kthesh në një moment që unë si jam në gjendje të flas më. Është deklarata e Metës e para. Deklarata e Metës, Fevzi, është një deklaratë shumë e qartë. Për një kohë të gjatë, Ilir Meta ka bërë me dije që pa opozitën nëpërmjet pjesës vetë, nëpërmjet njerëzve të rëndësishëm të kryesisë së Partisë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Luan Rama, Petrit Vasili, njerëzit kanë bërë të qartë që pa opozitën ne nuk hyjmë në zgjedhje. Deri te zgjedhjet lokale, ku ata e dhanë një komisioner tani atje, por prapë ata nuk dhanë një kandidat. Pra Meta poruan një koherencë në raport me zgjedhjet. Zgjedhje pa opozitën. Meta ka marrë një vendim shumë të qartë. Ai deklaroi para disa ditësh që pluralizmi i Shqipërisë është, por kjo është fitore Piros nesër. Ti ke parasysh zgjedhjet e 96 Fevzi se ne jemi më të... Edhe Fariu është aty, prezent, zgjedhjet e 96 si shkuan kur zgjidhim Sali Berishën presidentet të gjithë dhe ku shkuan gjërat. Pra, jemi në një moment shumë të thjeshtë. Ilir Meta është duke perceptuar qartësisht që... Ai sot foli për krizën e 97-s, për Vranickin, domethënë lat kuptohet që vendi mund të shkojë në katastrofë. Ç'ndodhi në 96 në 97-ën fol edhe unë. Kur po zgjidhim Saliun e të gjithë dhe kaluam vendin në këtë gjendje. Në një gjendje të vështirë. Kjo gjendje nuk vjen domethënë ato përmasja të gjitha, por shenjat e saj janë të qarta dhe Meta është duke perceptuar këtë gjë, është duke thënë këtë gjë dhe tha pikërisht këtë gjë. Dhe është në fakt, të lutem, tentoni dua një lidhje me Bashën, gjeni një mundësi